Java e 21 e kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor vazhdon nesër me ndeshjen Vardari-Shkëndija, e cila mund të cilësohet si El Clasico e futbollit në vendin ton, pasi përballen aktualisht të dy ekipet e para në renditjen e tabelës së klasifikimit. Ndeshja vjen në momentin kur diferenca mes dy skuadrave është ngushtuar në 4 pikë, kurse Shkëndija, pasi përmbylli sezonin europian, gjithë fokusin e ka drejtuar në kampionatin vendor. Parandeshjes së nesër me skuadra Kuqezi zhvilloi sot seancën e fundit stërvitore. Nga tabori Kuqezi shprehen se në Shkup shkojnë të luajnë futboll dhe se nuk do të bien pre e provokimeve, nuk e fshehin se synojnë fitoren. Gjithmonë nuk kemi ra pre publikut kundërshtar, sepse ne do shkojmë me synime të qarta, ne shkojmë për të luajtë futboll, për të luajtë anën tonë që dim të bëjmë mas mirëti, edhe normalisht që e kena pregadit lojën mjaft mirë, edhe shpresoj që të arrim objektivat edhe synimet tona cilët janë të qarta. Ne shkojna në ndeshje për ta fitu ndeshje normalisht. E dim se do të jetë një ndeshje e vështirë, sepse edhe skuadra kundërshtare ka cilësi, dhe shpresoj që të arrim ato cilat kemi stërvit tërkohës. Ndeshja Vardari-Shkëndija luhet në terenin e kampit stërvitor të FFM-s me fillim në ora 14.